I ka vlla sret molla, Po i bërë bella vlla se sret molla. sret molla. Kam i dhëtë më vlla, ja si veçantë. Marrë me ti më rëkama dore. Punoj me ekonomi ore, më gjumë ore. Merë aty 20 euro ditën. Vale, le këtu, vale. Na qat. Zofi mas. Edhe sëm të vetë dhoma, po mungon aroma, dhe ftyra jote. Pra, vale, 2 ditë dorish do të pane? Jo, do vras veten. Mirë pafshi. Ja la lutë të sova bukur. Bye. Po, hajtë se preta fendikoja. Po, sa i mëve. Ha, ku? Morëm biletat. Shofer ma e Guzët Espress. Ciao Guglielmo. Siamo in Italia, siamo in Italia. Ciao Italia. Arrivati in Italia. Dopo un po' di problemucci e altri controlli, ma finalmente siamo. Çunat po rregullojnë, po ngarkojnë setupin dhe do ta çojmë anë ata. Dhe më në fund bërritëm në një fshat të Milanos, ku kisha rezervuar një Airbnb për xhiru videocliping. Guglielmo. Qëlloj që dhe dita ishte pur me tjell, dhe tash e kishte ndorë Guglielmo për çdo gjë, ishte hera parë një dënë time që rria kot. O zoti ma çapami. Hello guys. Pamja është spektakolare. Flet vet figura. O, shoferi autobusit. Sa e mod, shoferi autobusit. Pra dhe unë me këtë tabelën në dorë mund dukte vetja si kur jam të majt minutat shtesë me najneshit Champions League-ut, pra nuk po rria kot. Me këtë gjën po reflektoja diellin tek artistat që të ndriçonin dhe po kapja ca foto të bukura me që ishte pamja bukur. Yes, goca të mira, goca për shtëpi. Ja, sigurisht. Absolutisht. Oh, e fammi sto dettaglio. Ma sono belli, io non li conosco questi. Qa kishte dit me bo zoti i madh them o bur. Sikur s'kupto. Apo tjerë, apo tjerë. Zoden. Si të Nuk kupto. flas shit. Nuk të shqip, a din të shqip. Në TikTok. intervista. Sorry. Duhet të mërsina për në fund, ha? Arrivato, where arrivato? Yeah, my parking. Ah, your parking. Yeah. Your Ferrari, your Lambo, your Porsche. Are you excited? I'm excited, bro. Sot, qa kemi sot? Sot kemi për këtë Porsche këtu. Është i 2028-ës, presim dali vitin tjetër. Mund ta shikoni dhe ky është një Porsche. Do pyesin këtë milionerin. O vllai, po mund ta bëj pyetje të lutem valla. Sa vjeç ke qenë kur ke bë milionin e parë? Milionë e parë se kam bu akoma, do vazhdoj nga e dyti kismet. Faleminderit shumë valla. Faleminderit, jemi pres. Shikë ta kom këtu. Më në fund. Më në fund. Ja dhe çunat. Ciao, ciao. E, ku je ti? Ku je? Ke unë farë. Ja, çunat. It's good shot, bro? Good shot? Nice, yeah? Crazy good? Oh my god. Your bro? Why? Your bro? Polish? Okay. We are home. Kemi, oh shit. Guglielmo që na ka çu
Qasha, ma mushim kokë në please, bro. Nice. Totale. Faktikisht do rrim 3 ditë në Itali, një ditë i marrum gjitha, kështu që 2 ditë nuk kishim çfarë më bë, do rrinim kohë për dalla, për studio, do shikonim pak Milano. Tu pastaj ikëm tek studio e Edisonit, studio personale që kishte për këngët e veta dhe bëmi demo se jo. Good morning guys, I'm illegal here so you didn't... Se do ikim për në qendër të Milanos edhe nga aty do hajmë kebab. Then we go to airport, back to Tirana. And then... Ose merë për keq, shfërkoj erë. Pastaj ikëm në Studio Europa, ishte një ndërtesë gjigante me 100 studio mre. Dhe Guglielmo kishte një zyrë që editonte klipet aty dhe e kishte marrë klipin për gjithë natën. Domethënë shkum gjumë, të nesme gjumë ishte klipi gat. Guglielmo përveç si një person shumë i talentuar në fushën e vet, është dhe një djalë i shkëlqyeshëm pavarësisht se nuk kuptonim asgjë që thoshte. Por që më rëndësi ka që u kënaqëm edhe patjetër do punojmë në të ardhmen prapë me Gulin. One day finish video. E kam marru video për as 24 orë. That's amazing, bro. 3 ore di montaggio. Tedesco film. 3 hours. Pastaj u fut Mareku tu tregu këto skillsat e veta në mikrofon se domethënë ku po shkojnë në studio dhe su fut mikrofon nuk quhet. Studio Europa. Cubase. Shqipëroja punon në Cubase. Gang, pra, gang shumë. Emre të shkojta ku me kokain edhe pse për më nuk ishte kuptim rezervova një trip unë për Itali me çunat për qef me gjiro videoklip e kam një vip dukat si Andrew po jam i sigurt me mrena ajo dukat si treq dovevo andare tonight sa che ti voglio suonare One producer, big producer. My friends, me, Zanabi, Baby Gang, Disco Pepsox, Gelier. Sì. Next, Marek, Edison. Edison, Marek. Documentary? Yeah. Sa për jetën e Michael Jackson? For your life. My life bro, my life is shit bro. Po pse Gulli? Ti don veçurata. Ce ne andiamo a Tirana. So, Experience 10-10, yeah? 10 million views. 10 million views. Gonna do 10 million views. How many views, bro? 10 million. If we make like 1 million, I'm gonna bring my friend to Krakow to eat 5-star price. No. Po shkoj 10 milion, do marr kredi do shkojmë te Lugano. Confirmed. Oh, zoti man. Now it's time to partiamo. Experience. Wow. Perfect. Non ti abdono. Baby, adesso come te